Familjar dhe të afërm në ankth presin rezultatet nga autopsia që u bëhet viktimave nga zjarri që kaploi dje klubin Puls në Koçan. Derisa qëndronin para institutit, takuam familjet e 2 pjesëtarëve të grupit DNK, bateristit Gjorgi Gjorgiev dhe fotografit Aleksandar Efremov. Nga dhimbja që kishin, nuk kishin fuqi të flasin para kamerave. Nga instituti doli më pas edhe vëllau i këngëtarit të grupit DNK Andrej Gjorgievski. Autopsia për vërtetimin e saktë të shkaqeve, por edhe identifikimin e të gjitha viktimave, bëhet në Institutin për Mjekësi Ligjore. Drejtori i këtij instituti, Aleksandar Stankov, në një bisedë telefonike na njoftoi se i gjithë stafi është angazhuar dhe punon në mënyrë intenzive me qëllim që sa më shpejt familjet të mund t'i marrin trupat apo mbetjet e trupave të afërmve të tyre. Nuk konkretizoi se kur mund të përfundoj i gjithë procesi dhe çfarë është konstatuar nga autopsitë e deritanishme. Në mesditë, Ministri i Brendshëm Pançe Toshkovski njoftoi se deri tani është kryer autopsi për gjithsej 15 viktima. После 17 часот во текот на вчерашниот ден се започна со транспорт на телата на починатите до Институтот за судска медицина за обдукција, согласно информациите кои што ги имам досега извршена обдукција на 15 лица. Gjatë ditës së djeshme në spitalin e Koçanit, disa familjar duke dashur që t'i shohin dhe t'i kenë pranë të afërmit që humbën jetën nga zjarri, bllokuan rrugën duke mos lejuar që trupat të dërgohen për autopsi. Nga zjarri në diskotekën Puls, humbën jetën gjithsej 59 persona, 35 prej të cilëve u identifikuan gjatë ditës së djeshme.